tek firma e derave Demaj Farm. O, puna e marë! Po flasë edhe për mishin e terën që e kap dykon vlerën 15 euro për kilogram. Ma më mirë me pas shokin, thia, thevin, shok, kisha me thonë shumë herë thevin me pas shok. Tani për tani nuk e kisha ndru. Nuk e kisha ndru për shumë arsye. Ma mirën e shef, i këty nëse me pas një shef, ma të ketë se këta. Përshëndetje miqtë e mi të mediumit shqiptar që ketë nga Nadeja. Sot ku marrë në fshatin Stubollë me të komunës së Vitis, tek firma e derave Demaj Farm. E për më shumë detaje do të na flet vetë fermeri Zef Demaj. Kështu që hajdeni me neve. O, puna e marë! Mirë se ju gjatëm. Zef, qa pune? O, lodhe. Mirë, faleminderit të. Mirë, si? Mirë. Krejt rahat. Te, o, lodhe, që po të shkon puna? Mirë. Jemi këtu në firmën? Demaj Farm. Demaj Farm. Që sa ku e ka hapë këtë firmë e që sa ku merresh me këtë punë tregana? Demaj Farm fillimisht fillon në vitin 2013, që i bën dikon para 12 viteve. Këtë veprimtari nuk e kam pas pasjan, po ka qenë një përkraje qeverisë Tirolit, që ka ardhur ndihmojnë Kosovën pas luftës. Kështu kam qenë në pjesë e këtij donacioni, ose pjesë e kësaj ndihme, kështu që qysh atëherë kam fillu të punoj dhe të mirëm me lektori, gjithsesi me dera, për çka dhe i falenderoj ata, dhe kështu që jam i kënaqur. Pse pikërisht me dera? Po ka qenë një projekt i tyne, të pas parasysh që është një mungesë e këtij produkti në Kosovë, ata kanë pas një projekt të hapin dera. Kjo pjesa jonë, domethënë, e Anamorovës, ka pasën që kanë kultivu dera, po në forma më të ndryshme, të hershme ose primitive, familjare që kanë qenë, me një sasi pak më të vogël. Sa po shkon çmimi i mishit? Çmimi i mishit momentalisht gjallë është 3 euro, që variant deri në 3, gjysmë, 4, varësisht. Këtu më varen edhe prej rrethonave, hypjet, domethënë ngritjet, rritjet e ushqimit, sikur që janë krunet, misri, elbi, soja, shumë faktor, atëherë detyrimisht variojmë, lëvizim edhe në treg. Por ndryshe si çmim, arsyeshëm ose real është çmimi 3 deri 3 euro gjysmë. Është fjala për gjallë, ndërsa si mish shitet nga 7 euro deri në diko, mos me po flas edhe për mishin e terën që e ka dikon vlerën 15 euro për kilogram. E sa blenje dera, po, sa kushton e blenje dera? Derat nuk i blej, kam fillu me 5 derat e mi në fillim. Edhe me 5 ke fillu? Ndokët e cejka. Tani që kam një sasi pak më të madhe, jo më të madhe, po bukur të madhe me 38 dera, të cilët në gjuhën gjermane thash ju thonë mutterschwein, nëna, të cilat ato janë për prodhim. Ndërsa mashqi kam 4 mashqi për barsimin e tyne, që është në krejt natyrale, te njerëz do të mungu kja ndjenjë dashnije për fëmijë dhe për njerëz. Kështu që të tham një prap popullore ka njerë, ma mirë me pos, e kanë thonë ata, po ne po thonë mëse mirë me thi, me dera, ma mirë me pos shokin, thia, thevin, shok, kisha me thonë shumë herë thevin me pos shok. Të i pas parasysh disa që vërtet mundohen në situatat ndryshme, mundohen jo mos me përkrau, po ndoshta edhe me jahu ato merita se i ka. Nuk e kishë ndru asë njerë si punë, e ke mendu? Jo, për momentin, tani për tani, nuk e kisha ndru. Nuk e kisha ndru për shumë arsye. Një është se kjo s'dim të akthi fjallën. Ti rëpëdhu s'ta këtëm fjallën? Ja, s'ta këtëm fjallën. I qëtë me ongër, në regulli me këta. E di ta shef i vetës? Shef, po, ma mirën e shef, i këty nëse me pasaj një shef, ma të ketë se këta, ka jarë me thonë, por me gjitha ta, unë e mendoj, edhe për vetë jam i kretë, dhe sigurisht shumë fermer, ndihen ma të lumë tërë, nështë se kudo që dikon punojnë për organizatat ndryshme, në për firmat ndryshme, o qofshin ndërtimtari apo diku tjetër,
besoj që ja vlen të mirëmi me këta. Këtu erdhëm mësojnë gjithsej këtu edhe... Këto është reporti i trashjes, ose këtu do më thonë bëhet rritja tyne, që fillon grupe, jo si pjesën tjetër që janë sistemume veç njën nga një, po këto është një grup kopeje që mund vendosen prej 5 deri në 8, varësisht prej mundësijës që kanë teren, do t'ju krijohet sigurisht një ambient i mirë. Kjo pjesë, si cili boksi ka mesatarisht 8, 7, 5, është edhe pjesa tjetër se ka ajo terrasat që i qujmë ne verore jashtë. Do të thonë gjithsej këtu janë 29 dosa për prodhim. Mund të ndodhë deri shtimi i fundit ka qenë me 19 gica të vegjël, mos o tëtë. Me 19 vegjël, po ka tilla dhe që mund të prodhojnë vetëm 4-5. Mesatari aty në është 10 deri në 12 prodhim, që i bje, do me thonën, këta shtohen 2 herë gjysmë i bjen vit, që për 2 vjet i bje 5 herë, që në vit mund të nxirren këtine diku rreth 25 gica të vegjël. Një dosë mund t'i prodhoj deri në 25 gica të vegjël. Sa ja ke po hajrin si punë? Si punë, ja kom pa hajrin edhe falenderoj Zotin, edhe falenderoj gjithë ata donatorë dhe qeverin, mos më përjashtu mas shumë t'i familjen, për mbështetje, punën e përbashkët e shumë gjona tjera, është punë e fryqme, është profitabile, ka torna tash të e krahasue standardin e qytetit, do me thonë, këto në viti ku jem dhe qytetit tonë të Kosovës, rajonit këto. Është një interes, ja vlen të punojnë, edhe unë mbesoj që edhe mendoj gjithmonë do të punojnë e mos stagnojnë. Të ecim avash, sepse sot një shkallë, nesër 2 shkallë, 3, 4, mund të gjitim pak më nalt ose në katë e tjera. Po. Zefënit të falenderoj shumë se gjete komendo me neve. Me nga të rëgura e firmës tonë e punës që ti e bënë. Falenderit shumë. Unë kam knatësi se e kom pas mysafir. Shpresoj t'ju kemi prap për një paraqitje se i bani firmës dhe një kulture bujqësore, do me thonë si fermer, se mirëmi me kultura bujqësore, aramis, relbë, këto i punojmë krejt. Edhe kjo është një e mirë e imja, se mund dikush që nuk e din se ka një firmë të tillë, mund të ketë adresë nëpërmjet mediave t'juja, të cilët shpresoj do të ketë shikueshmëri. Gjithë ata që janë të interesuar. Faleminderit. Kënaqësi dhe për neve.